do të më parasysh që asnjë rast mos fosin kartat e debitit apo debitit për të paguar online, që të realisht keni marrë një job, ka aplikacione që mund ta kontrollojnë nëse keni marrë job apo mund të jetë keq. Mund të shkojmë ta paguajmë fizikisht ose ta paguajmë në një aplikacioneve shqiptare të dosura. Ose në rast se thonë që do të paguash $1 për postën, se le të themi një internet shqiptar mund të blej online, sot duke qenë se blet online janë përhapur shumë, edhe ka probabilitet që të mendoj, ok, kjo që ka posta ime, edhe po paguaj $1, teknikisht me atë $1 ka dhënë kartën, pra nuk është se ka paguar postën, i është vjedhur karta, ky teknikisht kur shkoj të marri pakun, është shumë e lehtë që ta paguash edhe postën, do të thonë nuk ka nevojë se të paguaj online. Mund të ketë çdo mësa apo njoftime që dini një iPhone me, le të themi, një rast hipotetik, 500 €, ndërkohë që iPhone i bën €1, të gjithë synojnë ta blejmë direkt sepse që ka midisëm shkimi e tjerë. Pra përdorin. Sot nëse shumë ti nuk hakojnë direkt, që të bëjmë sulm direkt, po përdorin pjesën e presionit ose që do t'ju mbyllet llogaria dhe veproni shpejt dhe veprojnë ose keni marrë job do ta paguani direkt ose pjesën e bonusit që gjithë e pëlqejnë, pasi mendoj se janë reale pra.